Ndjekje penale për persona që I kanë ndjekur fëmijët e tij, si dhe heqje të imunitetit deputetës Dafina Stojanovska, e cila në profilin e saj në Facebook e publikoi videon, kërkon kryetari I lidhjes së sindikatave të Maqedonisë Slobodan Trendafilov. Reagimi vjen pasi dje Stojanovska publikoi video të Trendafilovit me fëmijët në të cilën shkroi: "Mos e dëgjoni çfarë flet, por shikojeni si sillet", duke aluduar se Trendafilov me automjetin zyrtar të lidhjes së sindikatave kryente obligime private. Поставувам прашање до министерот за внатрешни работи. Дали службите го следат председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија? И дали службите му ги снимаат децата на председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија? Дали се поединци и доколку се поединци, веднаш да ги апсат. Го повикувам јавниот обвинител, веднаш да покаже, како што вели представникот на владата, дека правдата е еднаква за сите и дека сите ќе ги стигне. Во нормална држава, пратеничката веќе ќе беше во затвор. Ai kërkoi që përgjegjësit menjëherë të arrestohen pasi shkolla dhe rruga ku janë incizuar kanë pasur kamera mbikëqyrëse. Tha se në video nuk janë vetëm fëmijët e tij, por edhe të tjerë që shkojnë në shkollë dhe në oborrin e shkollës. Ќе дозволите да зборувам за монструмите. Оние кои не се под детските кревети. Оние кои седат во пратеничките клупи, кои ги гледате во кафичите, кои ги среќавате на улица, кои ги имате во партијата, кои снимаат малолетни деца. Монструмите не се само на телевизија. Монструмите се покрај сите нас. Trendafilov tha se rasti është paraqitur në Ministrinë e Brendshme dhe se do të njoftohen të gjitha ambasadat, delegacioni I BE-s, Konfederata Ndërkombëtare dhe Europiane e Sindikatave dhe Organizata Ndërkombëtare e Punës. Reagoi grupi parlamentar I VMRO-DPMN-s, thonë se incizimi I kontestues është marrë nga rrjetet sociale, ndërsa me shumë gjasa është incizuar nga një punëtor I revoltuar ose antar I lidhjes së sindikatave. Në vend që të fshihet nga turpi para punëtorit të Maqedonisë, Slobodan Trendafilov zgjodhi me një paturpsi të paparë, panik dhe nervozizëm ta sulmoj deputeten Dafina Stojanovska, duke luajtur rolin e viktimës për ta mbuluar skandalen e tij personal. Ky nuk është sulm ndaj familjes, kjo është një klithmë e dëshpëruar e një sindikalisti që mendon se me lot dhe etiketim do ta fshi faktin se I shpenzon paratë e punëtorëve për luks personal. Njëkohësisht nga DPMN e thirrën prokurorin që të hapë procedurë dhe të hetojë se si është përdorur automjeti zyrtar I LSM-s dhe nëse në rregulloren e LSM-s shkruan se kryetarit I lejohet të përdorë për nevoja personale.